Përshëndetje miqtë të dashur. Ja ku po takohemi sërish bashkë në një tjetër edicion të programit fluturues të fëmijëve. Edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të luajmë, mësojmë, argëtojmë pafund bashkë me materialet të cilat me dashurinë më të madhe i përgatisim për secilin prej jush. Mirë po se për çfarë sakt bëhet fjalë kësaj radhe, unë ju ftoj që të ndjekim bashkë kryetitujt. Fëmijëria në përqafimin e kopshtit. Fuqia e diellit në ushqimin e bimëve. Punime kreative me letër. Teston njohurit në quiz dhe gjë e gjës. E tani të dashur miq, përmes programit fluturues të fëmijëve do të udhëtojmë drejt botës së lojës, në një fshat ekologjik ku gjithçka e kemi krijuar vetë me duart tona. Loja është mbetëresha e fëmijërisë. Ajo na udhëheq drejt një fëmijërie të bukur dhe të lumtur. Andaj le ta ndjekim bashkë këtë rubrikë dhe të shohim se çfarë saktësisht kemi përgatitur për juve kësaj radhe. Ka vende ku koha nuk matet me orë, por me buzëqeshje. Ka ditë që nuk nisin me ngut, por me zëra të butë, me dritën e mëngjesit që zbret mbi fush, me gjethet që përshëndesin. Sot, në programin fluturues të fëmijëve, fluturojmë drejt jetës në fshat, atje ku loja nuk është vetëm një lojë, por një mënyrë për të jetuar. Në një kopsht ekologjik, ku gjithçka është ndërtuar me duar të vogla, por me zemra të mëdha, e nisim ditën me një kurreshtje të bukur. Çfarë do të ndodhte sikur natyra të fliste? Ne hapëm një libër dhe e dëgjuam me kujdes. Një faqe për riciklimin, një tjetër për tokën që na mëson durimin, dhe të gjitha së bashku na treguan sa e shenjtë është ajo që na rrethon. Duhet në shfort, e gjeni shfort, e gjumë. Më pas i dorëzohemi lojës. Në duart tona, vera vishet me ngjyra, me të verdhën e dritës, me të kaltrën e qejve dhe me të kuqen e një dashurie të heshtur për botën. Nga copëza druri ndërtojmë një autobus lodër, por me rrota ëndrash që na çon larg, shumë larg, drejt pushimeve në det, ku fëmijëria shtrihet si një shëtitje në përër. Hej bukurosha, apo më tregoni mua se çka keni kriju këtu? Kush po më tregon? Unë. Çka është kjo që kemi hip këtu? Është një autobus, a? Po. Ku po nisemi me këtë autobusin? Në dete. Në deti, pse në cilën stin jemi neve? Pranver. Në pranver, sot po hym në verë. Në kuzhinën e verës, aroma e perimeve të mbjella me kujdes përzihet me tinguj gëzimi. Speca të kuq, domate të pjekura nga dielli, tranguj që freskojnë si një përqafim. Në duart tona, ushqimi bëhet një festë që nuk lind në treg, por në tokë dhe në dashurinë për atë që kemi kultivuar vetë. Bukurosha, apo më tregon si e ke emrin? Aksa. Aksa, apo më tregon se çfarë jeni duke punuar këtu? Po më duket kuzhinë e verës kjo, ë? Ina të përgatit pite. Pite, e çka është kjo? Si e ka emrin kjo që e vendosim neve pitën ose brumrat? Tepsi, bravo. Edhe këto që e keni marrë që po luani me të çka është kjo? Është zolli, bravo. A ju pëlqen kështu të luani në kopsht? Po. Aksa, bukurosha, apo më tregon se çfarë po bën këtu? Pi ujti specat. Po ujt specat, e çfarë bëni pastaj juve me këta specat? I përgatisni? Po. Më trego mua, është e rëndësishme që ne të ham shëndetshëm? Po. Po pëlqejnë ty të gjitha frutat dhe perimet? Po. Bravo, të lumt. Ne kam hangër shumë perime dhe jam bue furt.
Pastaj shkojmë të mbledhim anafera, ato thesare të purpurta që fshehin verën në brendin e tyre si një sekret të ëmbël. Dhe kur këmbët lodhen, zemra vazhdon të vrapoj, në zallin që shndrohet në plazh, në kolovajzën që fluturon drejt reve, në lojrat pas kenar, ku çdo hap shpik një rrëfim të ri. E gjithë kjo ditë është një kujtesë e qetë se fëmijëria nuk ka nevojë për shumë, vetëm për hapësirë, për ajër të pastër, për tokë në gishta dhe qiell mbi tokë. Në këtë histori, loja është udhërrëfyesi ynë, mjedisi është mikpritësi dhe fëmijëria mbretëresh, që sundon me lojë, me liri dhe me dritë. E tani të dashur miq, që erdhi koha për rubrikën e gjë-gjëzës. A mund ta gjeni përgjigjen? Jashtë i gjelbër me vija plot, brenda i kuq si zjarri i ngrohtë. Në verën e nxehtë na jep freski, kush jam unë që më do çdo fëmijë. Shalqiri. Rubrika e Pundorës vazhdon të mbetet një nga më të preferuarat tuaja. Andaj, edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të mësojmë të ndërtojmë diçka shumë të lehtë dhe të lezetshme prej letrës, të cilën mund ta bëni edhe ju që na ndiqni përmes ekraneve. E se për çfarë sakt bëhet fjalë, na mbetet që ta ndjekim bashkë përmes rubrikës së Pundorës.
E tani, miqtë mi, ju ftoj që të ndjekim bashkë rubrikën e quizit. Cila është përgjigja e saktë? Ta zbulojmë bashkë. Cili prej këtyre frutave është tipik për verën? Molla, portokalli, shalqiri, shalqiri. E tani, për fund, ashtu si çdo herë tjetër, unë ju ftoj që të ndjekim bashkë fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Vera, loja, kopshti, shalqiri, manafera, perimet, dielli, pushimet, e me kaq të dashur miq, po e përmbyllim edhe këtë edicion të programit fluturues të fëmijëve. Sigurisht për të takuar përsëri javën e ardhshme, në po të njëjtën kohë dhe në po të njëjtin vend. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirë po, deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet ju përshëndes. Nga unë Edlira, mirupafshim. Tëng tëng.